Nëse veza ka këtë ngjyrë, mos bëni gabim ta fusni në gojë, mund të shkaktojë këto probleme. Siç dihet, vezët janë shumë të shëndetshme dhe të gjithë i konsumojmë, sidomos në vaktin e mëngjesit. Sipas një studimi shkencor, është mirë që të njohim ngjyrën e të verdhët së vezës, jo vetëm për përfitime shëndetësore, por edhe për njohuri të përgjithshme. Ajo tregon pikërisht për sasinë e dritës së diellit që merr pula, si dhe nëse ka hapësirë të mjaftueshme në vendin ku ajo qëndron. Shumica e pulave nuk kanë parë rrezë dielli pasi janë të mbyllura në kafaze të vogla, të rrethuara nga të tjera pula. Pikërisht e verdha e vezës së këtyre pulave është më e zbehtë. E nëse e verdha e vezës është e errët dhe e trashë, do të thotë se pula gëzon shëndet të plotë dhe vezët janë të shëndetshme. Shija e tyre e vezëve është më e mirë dhe gjithashtu e verdha e errët e trashë është më e shëndetshme se ajo e hodha. Kështu që herën tjetër kur hani vezë, vini re ngjyrën e saj. Nëse është e errët, dalloheni edhe në shije dhe është e sigurt për konsum.